Konfliktet fizike që shpesh përfundojnë në plagosje ose përdorim të armëve të ftohta duket se po kthejnë gjithnjë më shumë në një fenomen të zakonshëm në shoqërinë shqiptare. Njoftimet e policisë për përplasje të dhunshme mes qytetarëve janë shtuar ndjeshëm duke ngritur shqetësime serioze për nivelin e tensionit social dhe mënyrën se si zgjidhen konfliktet e përditshme. Vetëm në 24 orët e fundit në qarkun e Vlorës, përveç dhunës ndaj avokatit Kujtim Cakrani, janë regjistruar edhe 2 raste të tjera, të cilat ndonse të ndara në rrethana kanë një emërues të përbashkët, dhunën si reagimi menjëhershëm dhe mungesën e vetëpërmbajtjes. Në Sarandë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale MB 23 vjeç, banues në këtë qytet. Gjatë kontrollit u ushtruar në automjetin që ai drejtonte pa leje drejtimi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një mjet prerës, konkretisht një thik. Rrethanat e mbajtjes së armës së ftohtë dhe fakti që i riu drejtonte automjetin në mënyrë të paligjshme shtojnë dyshimet për një sjellje të rrezikshme dhe potencialisht kriminale. Ndërkohë, në Vlorë, një konflikt i çastit ka degraduar në dhunë fizike. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetasit me iniciale AM 37 vjeç, banues në Vlorë. Sipas dyshimeve, ai ka goditur me grushte dhe shkelma shtetasin me iniciale MH 25 vjeç, gjithashtu banues në Vlorë. Edhe pse konflikti raportohet si i momentit nga policia, pasojat janë reale dhe potencialisht të rënda. Materialet procedurale për të 2 rastet janë referuar prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme ligjore. Por për te i këtyre episodeve konkrete, ngrihet alarmi për një prirje në rritje të dhunës spontane, konfliktet për motive banale, një debat verbal dhe një keq kuptim i vogël, apo një nervozizëm i momentit, po përfundon gjithnjë më shpesh në përplasje fizike. Kjo tregon jo vetëm mungesë tolerance, por edhe një krizë në mënyrën se si individët menaxhojnë stresin dhe konfliktin. Faktorët si presioni ekonomik, papunësia, problemet familjare, konsumimi i alkoolit apo substancave të tjera, si dhe ndikimi i modeleve të dhunshme në rrjetet sociale, po krijojnë një terren të favorshëm për shpërthimin e agresivitetit. Në këtë kontekst, dhuna rrezikon të perceptohet si zgjidhje e shpejtë, duke u normalizuar në jetën e përditshme. Autoritetet policore apelojnë për vetëpërmbajtje dhe bashkëpunim me ligjin, ndërsa theksojnë se çdo akt dhune, pavarësisht rrethanave, do të trajtohet me seriozitetin maksimal. Paralelisht, shikohet si nevojë për më shumë investim në edukimin qytetar, ndërgjegjësim dhe mekanizma parandalues për të frenuar këtë spirale dhune që po shfaqet gjithnjë më shpesh në kronikën e zezë. Rastet e fundit në Vlorë dhe Sarandë janë një sinjal i qartë se fenomeni nuk mund të shihet më si episodi izoluar, por si një problem shoqëror që kërkon vëmendje, reflektim dhe veprim të menjëhershëm. Në të kundërt, dhuna e çastit rrezikon të kthehet në normë me pasoja të rënda për sigurinë dhe bashkëjetesën sociale.